Lavdi dhe falënderimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanu deri ditën e gjykimit. Përcillet nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam se një ditë ka kalu pranë divareve. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Innahuma la yu'adhaban." Pronarët e këtyre dy varrezave po dënohen. "Wa ma yu'adhabani fi kabir." Por këta nuk dënohen për diçka që është shumë e madhe. Pra dietarët thonë, shpjegimi është se njerëzit nuk I konsiderojnë gjatë mëdhoja ato. Do të thotë njerëzit mendohet se kur gja nuk është. Por të Allahu xhaleshanu është e madhe. Amma ahaduhuma, njëri për këtyre thot, fekane yamshi bin namima, ai I barte fjalët për këtu atje. Do më thonë, merrej me shpionim. Paramendoni. Wa amma al-akhar, ndërsa e tjetri, fekane la yastatiru min bawli. Ai tjetri thot, në banjo kur shkonte, kur krente nevojën e vogël, nuk kujdesej për stërpikat e urinës. Pra, me vërtet, me nejst folim këtu, ka me vërtet shumë bised e gjatë është, por shkurtimisht, do të shohim çka mund nxjerrim prej hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kuptuam së pari se lejohet vizita e varrezave. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër thot: "U kam pas ndalu nga vizita e varrezave, por tani vizitoni." Domethënë kjo ka qenë në fillim të Islamit, kur ende shirki ka qenë të pabesimtarët, apo në Mekë shumë prezent, edhe prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim e ka ndalu. Tash ne me martë bëjmë një krahasim, sa I vizitojmë varrezat ne? Hiç nuk I vizitojmë. Po edhe për Bajram që dietarët në fik shkruan shumë bukur, thot është mustahab. Po ashtu edhe ditën e xumës është e preferuar. Pse ti vizitojmë varrezat? Se vizita e varrezave thot u përkujton botën e ardhshme. Edhe me vërtet. Kur shkosh atë, të kujtohet baba, nana, çdo ku kanë hi. Vllai çdo ku ka hi. Edhe unë të hi. A jam përgatit për një gjë të tillë unë? Pra të marrësh mësim. Pastaj, pre hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kuptojmë edhe atë se vari ka dënim. Domethënë njeriu në varr dënohet, nëse ka bërë vepra të cilat I shkaktojnë dënim. Por, këto do të përmendim diçka që është shumë më rëndësi. Allahu xhaleshanuhu për besimtarët dënimin e varrit e ka bërë lehtësim. Lehtësim, sepse dënimi I varrit është më I lehtë në krahasim me dënimin e ahiretit të xhehenemit. E ti nëse
i shpagun ato gjunahet në varë, atëherë më thonë nuk dënohesh atje për ato që e dënu. Prandaj është e lehtësim për besimtari. Edhe normal, kjo është në krahasim me dënimin e varrit, mund thush, sikur për shembull të afrohesh diku për shembull që është në një flak, të kapon edhe ajo tjetra shembull. Nuk se më të vërtet që ashtu është, ajo nuk ka krahasim. Po të ulesh për shembull apo të futesh në një furrë, nuk e di sa gradë. Kjo do më thënë ishte në 2 dhe në 3 e kuptojmë se disa gjëra të cilat njerëzit i konsiderojnë se nuk janë gjë. Për shembull, me i thoni, pse be shpionon filonin, pse be folen për filonin, a që ka thot, për u këthash drejtësive? Po që shto e bona. Nëse aj nuk e ka profesion atë gjë, a që ka thonë për shembull, nuk e ka profesion, atëherë ti nuk ke drejt, do më thënë, ti tregosh dikujt se filoni këtë punë e bën. Ama nëse e ka profesion, atëherë ke drejt ta këshillosh dikon tjetër, më mbashtrohesh me atë se ai është shpion. Pra, shpionimi është shumë i rëndë. Aq i rëndë sa që fillon dënimi edhe me varë, në varë më njerë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prandaj ka thonë, nuk janë diçka të mëdha këto, do të thonë sipas mendimit të njerëzve, por te Allahu fuqiplot janë shumë mëdha. Wa amma al-akhar, ai tjetri çka bonte, nuk ishte i kujdesshëm gjatë kryerjes së nevojës së vogël. Prej kom, e nëse e bësh prej kom atëherë të sarpajkësh. Normal. Edhe ato teshat nuk vlejnë për namaz pastaj. Nuk vlejnë për namaz. Edhe ti me ato tesha falesh. Me ato tesha hinë xhami. Dikush dhe vene kokën atej. Edhe prandaj do të thënë ka pasoja të rënda. E çka duhet? Si duhet me vepru? Krep kut njeriu nevojën e vogël, edhe nevojën e vogël duhet ta bëje ulur. Edhe të pastrohesh mirë, edhe pastaj të qohesh. Në ka mo problem, edhe smundje, të paraqitet ma vonë smundje, se nuk pastrohet kanali si duhet, por edhe stërpikmet, edhe do më thonë pikat pastaj rrjedhin në teshat e brendshme tua. Edhe tu grumlu, edhe smundje normal, do më thonë është, por edhe nuk jetë drejt falesh me ato tesha. Pra duhet kujdes madh. Prandaj pejgamberi më ka thonë, nuk janë të mëdhaja, do më thonë, si pas mendimit njerëzive. Ama ato gjëja janë shumë mëdhaja. Pastaj hadithi vazhdon, thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aty afër ka gjetë një drum, i njom, apo një deg të një drumit të njom. Edhe e ka nda në di pjesat, degen, edhe e ka ngull të janë i varë edhe të varë i tjetër. Dikush e pyet, o ja Rasulallah, pse veprove një gjë të tillë? Thot, derisa këto degat nuk vishken, apo nuk thahen, në fakt nuk thahen, ato u bëjnë me në fat këtimve pronarve të varët. Do më thonë, pse? Sepse edhe dega që është e njom, edhe ajo bën tesbih. Pra mendo, djetarët thonë se edhe shumë e rëndësishme është se ku e kje afër varit atë. Nëse e kje, ka zhvillohen kuptohet botën
tjetër, me ligje tjera. Ama, të ditë, jeni në ligje tjera, normal më thonë, nëse je afër kushi i matë që është i keq, është problem. Se piskamat mëdhoja, problemet mëdhoja ka e. Edhe ti që shqetëson normal. Prandaj thot, merë është dhe më thonë, të dish, se ku varasësh, ku? Ha? Jo dhe më thonë, ku tese është. Pra kjo dhe më ndikon. Pra edhe ta kjesh fqi dikon në varë, afër varit tënë të se dikush që është i devoqëm, kje dobi edhe pre ati, njësoj si që ke, dobi edhe pre asaj, degës derisa jo të thahet. Pre kësaj djetarët thonë se shtrohet pyetja, pra a lejohet që ne pra të dhem diçka që është e njom, do më thëtë mbedhin diçka, jo të bësh kopsht atë, po diçka mundet, do më thënë e thjesht ashtu, që sa do kudo do më thënë t'i bëje me në fat ati personit. Ndërsa gjëra që janë të thata apo artificiale, ato do më thënë nuk janë tradite muslimanve, ato nuk bën me i vu ato. Do më thënë nuk ka të bëje me parimet islamaja. Pra kjo ishte se i përket hadithit për Ameri sallallahu alaihi wasallam, ela inna ahsana kalamu ablagha an-nizam, kalamu Allahi al-Malik al-Aziz al-Mannan.